E marrim tavolinën e bardhë, e vendosim në qendër të skenës. O, si ngela palare e në të nësot mu? Edhe pa bler spinaqin. Hajde. Hajde, Alban, hajde, se u ti pego, Alban. Fal, i sekund, tu të mos o 3 sekund. Hajde. Hec! Na bëja lall, hajde këtu, op. Down. Aptere. O qa, do më qoni mu të ke Komuna Parisit? Të nderuar miq. Jap 2000 lek. Te Komune Parisit jemi, ne lekët. Jemi në një dramë jetësore. Jemi në dramën e qepës. Do luajmë një dramë qepe. Albano, është ai kitaristi? ti je narratori. Genti dhe Juli si fillim jeni përkatësisht Domatja, Genti dhe Patatja, Juli. O, si ja ke gjetë? Ermal, E një pataten. një qep e vockël e shëmtuar që asnjëri nuk e do. Une? Koko si kam rënë më duket. Mos jam qep korqe, bre. Okej, atëre fillojmë shfaqjen në teatrin e 2XL-s. Kjo qep e fat apo e njom? Qep e fat apo e njom? Po e vë një shatërvan. Ja ke shatërvani. Zonja dhe zotrin, mirë mbrëma. Mirë se keni ardhur në teatrin e qepës. Për para jush, një nga historit më të dhimbshme në botë. Një histori plot lot, titulluar Qepa mbi mure. Ose Qepa niset në 7 pa 5. E të tjera. Ose Guna për mbi qepa. Ajo qepe vogël rinte gjithmonë vetëm në një cep dhe nuk e donte asnjëri. Madje rinte më në cep akoma. Po thuaj se po binte. Ashtu. Atëre, ngjarja nisi kështu. Domatja dhe patatja takuan njëra tjetrën. Pati, ti jemi Pati? Ua! Homi domi! Ku jemi? Qja sa i mirë që ke bomi dreq. Homi domi, a ishe dje për vizitë të karqofi? Isha, ka plasi salate mo dhe dje atje që që të them. Plasi vaj tu qesh. Ashtu. O ta shikoj e kripën ku hidhe për pjetë, shkena vdek tu qesh. Po, domate, po do shkosh të Gjani për vizitë të shiti? Të Patëlgjani mi? Emi të Patëlgjani. Po se di qatë vesh, me qatë vesh. Qatë veshësh? Prita mendoj? Vish këtë fustanin e kuq me jak jeshile që ke veshur këtu se shko shumë. Këto mi? Emi këtu. Po ti qatë do veshësh mi? Po hiqi këtë kafen me si gjasi patate plak. Po mi hajtë se po e qëroj sot. Mirë. Me gjitha të, unë se dhja do vi sot se jam për furë sot, jam për solar. Unë kisha loni takim mu mush me orizin, po e shtyva për nesër. Qysha pse mush eshti me orize? Orizi jetë fikderën. Kjo orizi qasë mush, ma aman. Hajti se shilin. Ua. Po ajo aty me zgordha qa ka gjishef? Qa ke gjishef, mi thonë kërtë mortja. Po ti qa ke gjishefti? A ka mundësi me nalon rahat? Që besoj me lesë vë që do? Imi zgordhe. Qepa qante, që ditën, që deri natën qepa qante. Fletët që po i binin, një e që nga një. Kush do të pranon të qepën? Dëgjojni si qante qepa. E gjithë lufta e femrave në këtë histori bëj për atë. Për princin e kaltër. Karotin. Ratatata! Mi mbrëma, jam Karoti. O Karoto. O mi qepe, mi t'keqen. Unë të du mi qep.
E sigurt kjo. Ha? Se... Jo, isha të bësh shaka. Prit. Ha, ja si erdha. Me thonë drejtën o karot. Unë të du. E po, nuk ke asi shans me mu. Se unë dashuroj një princesh. Pastaj, ti mi qepe, qelbe shera qep. Po që E ti që këti, futi s'qeplave anti-qep. E kam provu me sot buke, po nuk heca. Po iki unë njerë, po dala ne nga këtë blo. Po pritni, Aj. pse ikemi. Puq. Dhe qepa po qante, dëgjojni si qante qepa. Deri sa aty, u shfaq, u rëdhra. Shoqja e saj e ngushtë. Tyta, qepe, ta kiti tanë mi. Ja me mërzit me hordhra. Tyta, po pse e mërzit me mi? Me shmangën të gjithë. Nga që vi erë. Era qepe? Po mu të mërzit me budallaqe. Po unë që ma era hudhër, ka dhe më keq akoma. Ja, shiko. Po podmi se na do që sytmi. E shiko, pëndej më të mërzit për tem. A foli me princin ja lype? E karota ishte. Kokra karotës? Kokra karotës. Ma ka thy zemre nuk ishte për mu. Po mos u mërzit. Mos u mërzit. Po ikvi se për adhemi në gjunjë të shi, po ikani. Dëgjo, do të të nimoj motra ty pa merak. Do të bëj motra ty ma di që të bëj një princes të papara. Abrakadabra. Mu do më poshti, magji? Dhe aty, Qërë pjesë ke mërja u! O, qërë! Pjesë ke në qatë, A ka mundësi të mlesh rahat? po pritmi se borë në i gabim që parë qepe, e di që je transformu. Se nuk të dua ty. Ta shi janë pjeshk bloku. Ciao! Për mua ka vetëm një emër. Ananasi. O, quno, po ti këtu më lele. O pjeshke, ç'kemi mirë? Kjo ishte historia e pjeshkës, në fakt e qepës që për një natë u bë një pjeshkë që për hirë së të vërtetës ishte plastike, ishte e bërë e gjitha. Mirë. Ermal. Më fal, neve me këtë histori që bëjmë, mund t'i tregojmë edhe fëmijëve që këtë teatrin e kuklave mund t'ia bëjmë mami me babin. Ju hapën pak punë.